Thot, kam një pyetje, po inshallah nuk e merrni për budallaki, domethënë inshallah nuk e merrni për çmenduri. Na ka hyrë një iriq në oborr dhe burri thot, mos e mbyt sa është gjuna, thot, sepse unë jam dhe shtatzën. Dhe mund të dali fëmia me ndonjë behane, ndonjë shenjë, ndonjë goditje. Përgjigja, pralla, edhe kjo është pralla. Iriqi hahet. Pa e vërtet është, mos e dëmtoni iriqin, pa hajeni. Merreni, bismillah, futeni në ujë, e duke qenë se iriqi nuk e duron dot ujin, ngren kokën, dhe aty me bismillah, iriqi është prej atyre që hahen, në mendimin më të saktë të dietarëve. Kështu që këto gjona mos i besoni, dhe iriqin mund ta kapërdini. Edhe është shumë i shishëm. Është shumë i shishëm për ata që se kanë provuar.